skandal të madh I cili ka plasur tashmë qeverisë greke për arsye se nuk janë shërbimet greke ato cilat e kanë zbuluar këtë spionazh, por janë shërbimet amerikane. Pra shërbimet amerikane kanë zbuluar dhe ky spionazh për shërbimet amerikane ka marrë 2 vjet. Pse ka marrë 2 vjet? Sepse zotëria ka hyrë në një sistem të sigurisë e amerikane në Evropë, pra ka hyrë nga Greqia në të ka patur akses normalisht absolutisht ka pasur akses dhe ka hyrë dhe shërbimet amerikane pasi ky ka hyrë janë bërë kurioz se përse ka hyrë ky zotëria nga Greqia në këtë sistem dhe kanë vendosur ta mbajnë nën monitorim. Dhe pas 2 vitesh arritën të zbulojnë që ky punonte për kinezët dhe kërkesa për arrestim ka ardhur nga CIA amerikane dhe jo nga shërbimet sekrete. Pra kanë dështuar totalisht shërbimet sekrete të ushtrisë, jo të ushtrisë greke, por edhe shërbimi sekret grek, pra EYP. Ka treguar që ka një dështim, po, ka dështuar. I vetmi sukses që EYP ka është me spionët e vet dhe me bashkëpunëtorët e vet që kanë në Republikën e Shqipërisë. Sukses tjetër nuk ka. Dritan, po çfarë pasoja është se po të dëgjoj që po thua do ketë dëme, pasoja të rënda, çfarë pasoja? Sepse aktualisht pasojat janë të mëdha, për arsye se duke dhënë të dhënat e radarëve, pra ka dhënë të dhënat të gjitha koordinatat dhe funksionimin e radarëve, të gjitha kodet e punës së radarëve, kodet e sistemeve, ka dhënë gjitha sistemet e mbrojtjes kundërajrore dhe të mbrojtjes radarëve dhe të luftës elektronike. Pra kjo do të thotë që duke pasur gjitha këto kode, ushtria kineze ka pasur akses të plot dhe të gjerë në të gjitha këto nivele të sigurisë. Dhe tashmë ti duhet të ndrosh nga e para gjithçka, pra të ndrosh sistemet. Të ndrosh sistemin, nuk do të ndrosh radarin, por atë radar që ka po të futesh në sistem të ri, të ndrosh nivelin e mbrojtjes, të ndrosh nivelin e sigurisë. Dhe gjitha këto kërkojnë trajnime nga e para, pra angazhime nga e para dhe ti je vulnerabel në momentin, pra mund të themi nesër në rast se ndodh një luftë dhe kjo lufta bëhet rajonale me Iranin. Dhe Irani nesër vendos të godasë edhe ka 2 baza amerikane në Greqi. Njëra është bazë detare në Kret që përdoret për nevojat të furnizimit të këtyre anijeve me raketa, pra që nuk mund ta bëjnë në det, që kemi thënë po duhet ta bëjnë në këto baza. Edhe ka edhe sisteme të tjera të mbrojtjes kundërajrore Patriot. Pra në këtë moment raketat iraniane në rast se kinezët e kanë ndarë këtë informacion me iranianët, në rast se e kanë ndarë me iranianët këtë informacion për shkak të bashkëpunimit tyre strategjik që kanë në nivelin ushtarak dhe për ndarje informacionesh, atëherë nuk është çudi që raketat iraniane nesër të deportojnë të mbrojtje kundërajrore, pra sepse duke pasur këto kode të hyrjes, duke pasur këto kode të zbulimit, automatikisht ti e bën të pamundur, pra ai dhe ti e bën raketën, pra duke vënë të njëjtat kode, radari nuk e njeh më raketën si raketë armike, po e njeh si diçka mike ose nuk e sheh fare, sepse ti fut të njëjtën gjë. Ajo që ka ndodhur me radarët e Rafalve në Indi, pra që nuk arritën të shihnin raketën që lëshoi, pra nuk e kapën fare. Ta identifikonin si armike. Ta identifikojnë fare, nuk e identifikojnë fare, nuk e sheh fare, pra nuk e sheh fare. Pra njëta gjë mund ndodhi edhe këtu, unë po them, po shpjegoj në mënyrë më banale, pra nëse ka ndarë, pra kjo është më efekti më banal i asaj që ai të lëshon një raketë dhe ti nuk e sheh fare që të vjen vetëm kur të vjen edhe bombë të shpërthen, sepse nuk arrin ta shohësh, sepse radari nuk e kap. Pra duke ndarë këto kode. Kjo është niveli i cënimit që ka bërë. Po kjo për gjithë NATO në rastin konkret. Pra, shiko, unë po them në rast parë për Greqinë, për gjithë NATO, por them Greqia sepse në një luftë nesër totale me Amerikën, pra Irani me Amerikën, kemi thënë në një emision që bazat kryesore do të goditen bazat e furnizimit detar. Dhe bazat e furnizimit detar Amerika ka në Oman dhe një tjetër e ka në Kret. Nuk ka baza në këtë rajon tjetër ku mund të furnizohet në ndece. Ajo bazë po thotë do vinë Kret, do furnizohet. Po do furnizohet dhe pastaj do vi. Pra duke dhe baza në Kret është në mbrojtjen e grekëve. Pra duke goditur baza e Kretës, ato aeroplanbazja po të goditur në Omani, aeroplanbazja atë duhet të shkojnë në Spanjë. Duhet të shkojnë në Spanjë dhe kjo do ishte. I merr 3 javë. Të shkojë 3 javë vi, 6 javë, pra 1 muaj gjysmë nuk kam kapacitet dhe bie kapaciteti i goditjes në Iranit. Pra në këtë aspekt është çështja e nivelit të sigurisë të cënuar. Dritan, të falenderoj shumë që të kisha. Ju falenderoj. Në këtë pjesë e emisionit është bashkuar me mua studiuesi Olsi Yazexhi. Olsi, kënaqësi që të kam si gjithmonë. Faleminderit për ftesën. Ols, çfarë po ndodh në atë që konsiderohet tensione që mund shkojnë deri në një përplasje midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, sepse së fundmi ka qarkulluar një lajm që mund të jetë Izraeli që mund godas i pari dhe thuhet që të paktën burimet citojmë që Izraeli mund ta ketë marrë dritën jeshile për ta goditur
Irani ndërkohë do ta zhvillojnë bisedën edhe në raport me bisedimet që po mbahen në Zvicër. Pra çfarë po ndodh aktualisht? Çfarë po ndodh aktualisht është që amerikanët kanë çuar 1/3 e flotës së tyre pranë Gjirit Persik. Trumpi është sërish, domethënë sigur bëri edhe në qershor të vitit 2025, po pretendon që po bën diskutime për të bërë marrëveshje me iranianët, por sipas gjithë gjasave marrëveshja nuk do të ndodhi, nga që Trumpi kërkon që iranianët të kapitulojnë. Me kapitullim nënkuptohet që Irani duhet bëjë atë që bëri Muammar Gaddafi apo Saddam Husseini në vitin 2003, si në rastin e Libis, t'i japi të gjithë programin e tij nuklear, t'ja japi amerikanëve, dhe si në rastin e Libis edhe të Irakut, të shkatroj raketat që Irani ka. Dhe iranianët e kuptojnë dojën, dhe ata nuk janë të gatshëm që të dorëzohen pa luftë, dhe me një probabilitet shumë të madh është që neve mund të shohim luftë në ditët në vijim. Ne patëm përpara 2 javësh kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu që shkoi në Shtëpinë e Bardhë, ka qenë ditë e mërkurë, ku u takua me Donald Trumpin në bisedime që zgjatën mbi 3 orë, dhe që nuk u dha asnjë detaj apo konferencë për shtyp. Netanyahu i tregoi publikut izraelit përpara se shkonte se do flasin për Iranin, dhe kemi që prej 2 javësh një furtunë në mediat amerikane me dosjet e Jeffrey Epsteinit, që ka qenë edhe miku i Donald Trumpit. Me sa kuptohet është që këto e-mailet e Jeffrey Epsteinit, me sa duket po lëshohen nga Mossadi izraelit apo nga lobi izraelit, si një mënyrë për t'i bërë presion Donald Trumpit për t'a futur Amerikën në luftë. Ne e dim shumë mirë që Izraeli apo Mossadi izraelit gjithmonë, ashtu sigur edhe spionazhi rus, por edhe spionazhe të tjera, përdorin shantazhet seksuale për të kërcënuar politika në përbot. Për shembull, ishte lobi izraelit ai që detyroi presidentin Bill Clinton që të bombardonte Irakun, të bombardonte Sudanin edhe Somali në kohën e tij, duke përdorur filmimet që i kishin bërë Clintonit me prostitutën Monica Lewinsky, që ja kishin çuar në Shtëpinë e Bardhë. Dhe me sa duket edhe në këto momente, po kemi të njëjtin lloj presioni që po përdoret kundër presidentit Donald Trump. Me sa duket, izraelitët duhet i kenë Trumpit fakte shumë inkriminuese. Bëhet fjalë që Trumpi ka përdhunuar vajza të vogla, bilesfide që edhe mund ketë vrarë njerëz në ishullin e Jeffrey Epsteinit. Edhe me sa duket, ata e kërcënojnë Trumpin me këto, dhe me këtë lloj shantazhi, ata janë duke e detyruar Trumpin që të hyjë në luftë kundër Iranit. Në këto momente që ne flasim, kemi 1/3 e flotës amerikane, e cila është afër Iranit, dhe probabiliteti është që ne do të shohim një luftë shumë shpejt. Cili është ose kush mendon, cila mendon do të jetë strategjia e kundërsulmit iranian, Olsi? Strategjia e kundërsulmit iranian do të jetë e përqendruar një kundër Izraelit, që ata e kanë objektivin më të dëshiruar edhe më strategjik, nga që dihet që mbrapa sulmit kundër Iranit qëndron Izraeli, pasi qëllimi i Izraelit është shkatrimi në final i Islamit,
Dhe kuptohet që në këto momente kur Izraeli feston 3 dekadat e fitoreve të tij kundër vendeve arabe, i vetmi vend që ka ngelur akoma është Irani. Dhe Irani, domethënë në kundërpërgjigje, dhe gjeneralët e gardës revolucionare iraniane dhe të gjithë e kanë thënë shumë qartë që ne do të godasim Tel Avivin në momentin e parë që do goditemi, pastaj do goditen edhe bazat amerikane që janë në vendet arabe përreth Iranit, në Irak, në Arabinë Saudite, në Katar, në Bahrein, në Emiratet e Bashkuara Arabe, në Jordani dhe në Siri. Dhe përveç kësaj, iranianët do mundohen që të zhysin luftanijet amerikane që janë në detin e Kuq, afër gjirit Persik në këto momente. Në këto momente që ne jemi duke folur, garda revolucionare iraniane ka nisur manovra ushtarake në ngushticën e Hormuzit. Një nga veprimet që iranianët do të bëjnë gjithashtu është që do të mbyllin ngushticën e Hormuzit për të bllokuar naftën që vjen nga gjiri Persik, dhe në këtë mënyrë të afusin botën në një krizë ekonomike dhe në një farë mënyre të i detyrojnë amerikanët që të tërhiqen. Olc, ndërkohë që po shkojmë drejt asaj që pak a shumë edhe ti e qartësove, po shkojmë drejt një përplasje, drejt një lufte, si e vlerëson rolin e Rusisë edhe Kinës në rastin e një përplasje të mundshme, sepse së fundmi janë parë qoftë avion rus që kanë zbritur në Teheran, gjithashtu edhe luftanie zbulues të zbulimit strategjik kinez janë afruar afër detit të Omanit. Pra, si e vlerëson këtë përshkallëzim në rast se Rusia dhe Kina do përfshihen, siç po përfshihen me mbështetje ushtarake apo mbështetje të zbulimit strategjik për sa i përket Iranit. Si llogarit projeksionin e një përplasje të tillë për gjithë lindjen e mesme? Tani, për rusët, sulmi kundër Iranit do të jetë një sulm kundër Rusisë, do të jetë pak a shumë një përsëritje e skenarit të luftës në Ukrainë, nga që për personat që dinë atë, domethënë që ndjekin mendimin gjeostrategjik të qeverisë ruse dhe të presidentit Vladimir Putin, qëllimi i rusëve është që gjithmonë të mbajnë amerikanët dhe NATO-n sa më larg kufive të Rusisë. Dhe po ta shohim, domethënë me këndvështrimin nga Moska, për rusët rënja e qeverisë në Iran do të thotë sjellja e një Zelenski numër 2. Ky princi kukull që domethënë apo më saktë djali i diktatorit Muhammed Reza Pahlavi, të cilin amerikanët dhe CIA është duke e promovuar si personin që do rrëzoj hoxhallarët në Iran dhe do sjelli diktaturën e Shahut. Ky është një Zelenski numër 2. Biles për personat që ndoqën edhe fjalimet dhe takimet në konferencën e sigurisë së Munihut, Reza Pahlavi ishte me Zelenskin. Pra, projekti i Aleancës Zioniste Amerikane është që Iranin ta kthejnë në një Ukrainë numër 2, dhe Rusia nuk do ta lejojë këtë gjë. Po a do të hyjë Rusia ushtarakisht në Iran? PPRH nuk duket si e mundur, për shumë arsye. Arsye numër 1 është se Irani është shtet i konsoliduar, ka ushtrinë e vet, ka strukturat e veta ushtarake etj. Dhe nuk është nevoja për Rusin që të ndërhy. E dyta është që Rusia në këtë moment është duke e armatosur Iranit,
për personat që ndjekin këto grupet në Telegram apo edhe në Twitter që monitorojnë hapësirën ajrore iraniane, për ditë ne kemi avion ushtarak që nisen nga Moskva dhe ulen në për aeroportet e Iranit dhe sjellin furnizime ushtarake. Po, ky është fluturimi i fundit, Olsi. Po. Ky që ke aty tani. Po, një nga fluturimet e fundit të avionëve. Rusët janë duke dërguar armë non-stop, duke rindërtuar sistemet e radarëve iranian, dhe përveç kësaj kemi një ndim masive që po vjen nga Kina, nga që duhet kuptojmë diçka, që Irani është një vend shumë strategjik, jo vetëm për Islamin, por edhe për Rusin, edhe për Kinën. Sepse Irani është kin si me Rusin, por edhe me Kinën, edhe pse ndan Afganistani, ajo distanca nga kufiri kinez ndërmjet Iranit edhe Kinës nuk është shumë e madhe. Dhe sikur kanë deklaruar edhe zyrtar kinez në ditët e fundit, ata nuk do të lejojnë që amerikanët të bëjnë me Iranin atë që bën me Venezuelën. Nga që sigur ne e dim, përpara rrëzimit të presidentit socialist Nicolas Maduros, Venezuela i jep tek Kinës 7% të burimeve të naftës, ndërsa Irani jep 20%. Në këto momente që Venezuela ka rënë, Irani furnizon rreth 30% të nevojave të Kinës me naftë, dhe një 20% tjetër iranianët e marrin nga Arabia Saudite dhe nga vendet e tjera të xhirit. Dhe një luftë kundër Iranit, një bllokim i ngushtitës së Hormuzit, do thotë që Kina do të humbati gjysmën e naftës që ajo importon nga xhiri persik. Dhe për kinezët, rënja e Iranit do të jetë është një shqetësim shumë i madh, nga që ata e shohin Iranin si aleatin e tyre gjeostrategjik dhe ata nuk duan që domethënë amerikanët ta kthejnë Iranin në një Ukrainë të dytë. Por përveç kësaj duhet sqarojmë edhe diçka tjetër, që edhe vendet myslimane që janë përreth Iranit, vende të cilat historikisht kanë patur mosmarrveshje me iranianët, në këto momente ata janë me Iranin. Tu kanë fjalën për Arabinë Saudite edhe Turqinë. Edhe pse këto janë vende sunite, si Arabia Saudite, si Turqia, por në veçanti kuptohet Katari, nuk kanë interes që të bjerë regjimi në Iran. Nga që duhet kuptojmë diçka, edhe pse në këto 5 dekadët e fundit, ne kemi patur dhe kemi parë zhvillimin e një armiqësie ndërmjet Republikës të Turqisë kundër Iranit dhe Mbretërisë Arabisë Saudite kundër Iranit, për arsyeën se Irani kërkonte që të eksportonte revolucionin islamik, ku domethënë edhe Turqia, edhe Arabia Saudite të ktheheshin në Republika Islamike, në fund të fundit si turqit, si Arabo-Sauditët e kanë shumë të qartë që në qoftë se bie qeveria në Iran, më pas e kanë ata radhën e para. E dyta, pushteti që amerikanët duan që të instalojnë në Iran, me kukulla sikur Reza Pahlavi, është një pushtet ekstremisht anti-musliman dhe anti-arab. Dhe duhet kujtojmë diçka, që përpara revolucionit të vitit 1979, politika amerikane për kontrollin e lindjes mesme mbahej në 2 kolona. Ishte Izraeli dhe Irani. Dhe ideologjia e nacionalizmit laik iranian është pak a shumë një ideologji zioniste, sigur ideologjia fashiste e Izraelit. Në qoftë se qifutët zionistë që sot janë në Izrael e shohin popullin e tyre si popull superior, popull i zgjedhur i Zotit, popull që duhet t'i nënshtrojë edhe t'i shtypë arabët, dhe arabët shihen si primitiv edhe si bitë të skllaves Hajar. Të njëjtin ideologji ka edhe nacionalizmi anti-islamik iranian.
ky nacionalizëm i cili u formsua nga orientalistët gjerman dhe britanik, që në kohën e Reza Shah Pahlavit, që ishte shahu i Iranit deri në vitin 1941, pasi britanikët e instaluan në pushtet, dhe më pas kjo ideologji e cila u propagandua në kohën e Muhammad Reza Pahlavit, e shikon islamin dhe arabët si ideologji primitive. Për persona që kanë ndjekur për shembull protestat e dhunshme që u bën në Iran në fillim të janarit të vitit 2026, ose protestat që ndodhen përpara 3 ditësh në Munich, ku me qindra mijëra iranian, por edhe mercenar, domethënë të tjerë, dolën në rrugët e Munichut në Gjermani duke protestuar kundër Republikës Islamike, në sloganet e këtyre protestuesish, të cilët ndaheshin në 2 pjesë, një fal mbështeste Reza Pahlavin, ndërsa një fal tjetër mbështeste mujahidinët iranian. Çfarë i bashkon të dy këto grupe është urrejtja kundër Islamit, Palestinës, Arabëve dhe Muhamedit. Dhe të dy këto grupe, por me sa duket domethënë amerikanët në këto momente, nëse ata arrin që ta rrëzojnë regjimin, i cili është shumë e vështirë, por ata do preferojnë që të sjellin në pushtet një popull sigur Reza Pahlavi, por ideologjia e këtyre lëvizjeve terroriste që Perëndimi i quan opozitare kundër Republikës Islamike, janë që ta kthejnë Izraelin, ta kthejnë Iranin në një Izrael të dytë. Reza Pahlavi, Reza Pahlavi edhe në takimet që ka patur me Netanyahu dhe deklaratat që jep përshtyp, ai thotë që ne do bëjmë akordet e Dariusit apo e Cyrusit, si kur quhet në anglisht, dhe sikur ka deklaruar Reza Pahlavi, thotë që unë thotë do jem për juve sikur ishte Cyrusi, por persona që din historinë biblike të Cyrusit të madh, ai është personi që u dha lirit shqiputëve, të cilët më herët një perandor tjetër persian, Nebukadnezari, i kishte marrë judejt, i mori si flavor dhe i çovi në Babiloni. Dhe Cyrus, domethënë Reza Pahlavi po i thot atyre që unë do bëj atë që bëri Cyrusi, dhe duhet kujtojmë diçka që tempullin e dytë të qifutëve në Jeruzalem ishte një shah persian, Cyrusi, që ndërtoi, dhe Reza Pahlavi ja ka mbushur mendjen lobit izraelit, nëse juve do më sillni mua në pushtet, unë do t'ju ndërtoj juve tempullin e tretë. Olc, nuk arrita që t'ja çoj regjis, po më shfaqen disa foto në Baluchistan, të disa në X i pash si lajm, por më shumë se sa për lajmin po shkoj tek ideja të armatosur me, le themi, armatime amerikane. Sa dhe si e vlerëson mundësinë që të mos kemi një luftë totale midis SBA-s dhe Iranit, po të kemi një mbështetje të Shtetet Bashkuara të Amerikës për grupe të tilla, të cilat dihet që Irani është një federatë disa etnive. Sa i mund që më shky skenar? Ky skenar është shumë i mundshëm dhe biles në kundër përgjigjen që qeveria iraniane i bëri sulmeve terroriste që ndodhen nga data 8 deri në 12 janar 2026 kundër Iranit. Grupet terroriste baluçe, kurde, azere, arabo-vehabiste ishin ato që sulmuan bazat e ushtrisë iraniane, politikë dhe gardës revolucionare. Në këto momente që ne flasim, janë me mira luftëtarë që po përgatiten për të hedhur kundër Iranit, përveç baluçëve. Amerikanët përdorën marrjen e pushtetit që ndodhi Siris përpara 2 javësh nga ushtria e Damaskut e Ahmed al-Sharës,
për të hapur kampet e ISIS-it në Siri, burgjet e ISIS-it. Do më thënë, u hapë kampi i që njihet për ndryshe i Al-Holit, kur juve në Shqipëri keni parë edhe se si një mbi emrin e ka Dumani, Rusol arriti që të dalin nga burgu dhe u kthyen në Shqipëri, por shumë nga burrat e këtyre kampeve me këta xhihadistët e ISIS-it janë nxjerrë nga burgjet dhe deklarata zyrtare e amerikanëve është që ne po i marrim